Horoskopi për ditën e premte 1 maj 2026. Dashi, hëna e plotë të sjell emocione të forta dhe disa zbulime të rëndësishme. Mund të kuptosh ku je varur shumë nga të tjerët dhe të vendosësh të ndryshosh diçka. Është momenti mirë për të lënë pas një situatë që të ka mbajtur peng. Bisedat serioze sot do të ndihmojnë të ecësh përpara. Ngjyra me fat portokalli, koha me fat 8 deri 12, pra paraditja. Kalojmë tek Demi. I dashur Dem, hëna e plot ndikon drejt për së drejti në marrëdhëniet me të tjerët. Mund të kuptosh më qartë çfarë kërkon nga të tjerët dhe çfarë të mungon. Dita sjell një reflektim dhe ndoshta një kthes në një lidhje. Kujdesu pak për emocionet, por mos i injoro. Ngjyra me fat e bardhë, koha me fat 14 deri 17. Binjakët. Të dashur binjak, mund të ndihesh pak i lodhur nga puna ose nga rutina e përditshme. Hëna e plot të shtyn të bësh ndryshime në përditshmëri dhe të kujdesesh më shumë për veten. Një ide e re do të ndihmojë të organizohesh më mirë. Ngjyra me fat blu, koha me fat 11 deri 14. Kalojmë tek Gaforja. E dashur Gaforja, hëna e plot të sjell emocione të forta në dashuri, por dhe në ide të reja, krijimtari. Do të kuptosh më mirë ndjenjat e tua për dikë ose për një projekt që ke në mendje. Është një moment i mirë për të shprehur, por pa nxituar në vendime. Ngjyra me fat e zezë, koha me fat 9 deri 12. Luani. Në datën 1 maj, fokusi kalon tek familja dhe shtëpia. Mund të ndjesh nevojën për qetësi dhe për të qenë më pranë njerëzve të tu. Disa emocione të forta mund të dalin në sipërfaqe, por do të ndihmojnë të kuptosh më mirë veten. Ngjyra me fat rozë dhe e bardhë, koha me fat 13 deri 16. Virgjëresha. E dashur Virgjëresh, hëna e plot sjell lajme, biseda dhe ide të rëndësishme. Mund të kuptosh diçka që më parë nuk e kishe të qartë. Është një ditë e mirë për komunikim dhe për të rregulluar gjërat praktike. Ngjyra me fat e verdhë, koha me fat paradite. Kalojmë tek Peshorja. E dashur Peshore, mund të mendosh më shumë për financat dhe për sigurinë. Hëna e plot të ndihmon të kuptosh çfarë është vërtet e rëndësishme për ty. Mund të marrësh një vendim për të përmirësuar situatën tënde. Ngjyra me fat e kuqe, koha me fat në mbrëmje. Akrepi. I dashur Akrep, hëna e plot është në shenjën tënde dhe të sjell një emocion të fortë emocional. Mund të ndihesh më i ndjeshëm, por dhe më i qartë për gjërat që dëshiron. Është një kohë e mirë për të shprehur veten, për të lënë pas diçka të vjetër, për të nisur diçka të re. Ngjyra më me fat bezh, koha më me fat 18 deri 21. Kalojmë tek Shigjetari. I dashur Shigjetar, një nevojë e madhe për qetësi dhe reflektim shfaqet përpara teje. Hëna e plot të ndihmon të kuptosh ndjenja të fshehura ose një situatë që ti e ke shmangur. Merr kohë për veten dhe mos u ngarko shumë. Ngjyra me fat jeshile, koha me fat 12 deri 15. Kalojmë tani tek Britësjapi. I dashur Britësjap, miqësitë dhe rrjeti social është në fokusin tënd. Mund të kuptosh më mirë rolin tënd në një grup apo marrëdhënie. Një ide apo plan për të ardhmen mund të marrë formë. Ngjyra me fat e bardhë, koha me fat 16 deri 19. Ujori. I dashur Ujor, fokusi është tek puna dhe qëllimet e tua. Hëna e plot mund të sjellë një moment të rëndësishëm dhe një vendim për të ardhmen.
Të tjerët mund të vërejnë përpjekjet e tua dhe ndoshta do të vlerësojnë. Ngjyra më me fat është gri. Koha më me fat 12 deri 14. Kalojmë tek peshqit. Të dashur peshq, hëna e plotë është ty të mendosh më gjerë dhe të kërkosh diçka më shumë nga jeta. Mund të ndryshosh mënyrën se si e sheh një situatë. Është një moment i mirë për ide të reja dhe plane për të ardhmen. Ngjyra me fat është ngjyrë kremi. Koha me fat është ora 9 deri në 12 paradite. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar.